Po shkoj te kjo protesta Adriatik Lapajt, po më bëri gjë shumë përshtypje. Kur u futëm këtu te postobloku, këtu te ku shiten picat, më bëri shumë përshtypje se ishte policia, ishin këto me rrobat kuqe. E than, futeni makinë, po duan t'ju bëjmë një kontroll bagazhe, t'i bën dhe filmim. Ato që bëjë Amerika me motorën, po e bëjë thirrje Amerikës. Amerikë, nëse je aleate strategjike Shqipërisë, rëmbej balltitë e Shqipërisë. Kjo është çadra e vjetër e Adriatikut, që ka rreth një muaj që është ngritur. Po sot po ngrihet një çadër tjetër, shikojeni vetë. Shkallur me pensionistët. E ka unë një betejë shumë të rëndësishme, betejën për emrin e vetë. Sa do e si do të shkoj tash më fati I ti, ai do të mbahet mend si eti që erdhi për shpresën dhe si eti që iku si kreu I lajtute. Ka disa momente tensioni, por nuk është se duhet ta kthej kamerën sepse janë video që TikToku I blokon.